duke filluar nga rritja e garancisë së zbatimit të projekteve arkitekturore përmes përfshirjes detyruese me ligj të arkitektit përgjegjës në procesin e zbatimit të punimeve. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që për shkak se arkitektët janë në një trysni të madhe nga ndërtuesit për të bërë devijime nga projekti i miratuar dhe ndërkohë nuk janë subjekt i ligjit, kemi parë deformime të vazhdueshme në procesin e ndërtimit, duke e kthyer arkitektin në subjekt ligjit dhe duke ngarkuar me përgjegjësinë e ndjekjes së projektit dhe me përgjegjësinë për çdo devijim nga projekti, bëhet e pamundur që çfarë lloj presioni nga ana e ndërtuesit të funksionojë mbi arkitektin, pasi në rast se arkitekti i ikën përgjegjësisht që ngarkon ligji, është ai që paguan pasojat.